Një deklaratë e bërë së fundmi në emisionin Fund Klub ka ndezur rrjetin. Ish banorja e Big Brother, Olta Sheta, hodhi aludime se Brikena ka qenë e lidhur me një tjetër ish konkurrent të përputhen, Adhe Xharavinën. Por reagimi nuk vonoi. Vet Adheu ka zgjedhur të thyej heshtjen dhe të hedhë poshtë kategorikisht çdo aludim për një lidhje romantike mes tij dhe Brikenës. Në deklaratën e tij, Adheu thekson se mes tyre nuk ka patur asgjë më shumë se një takim miqësor, duke sqaruar se janë njohur përmes një miku të përbashkët dhe kanë dalë vetëm një herë në kafe. Është vajzë e çiltër, nuk është intrigante. Madje bëj tifo për të. Nuk dua të kryqëzohet në rrjet, prandaj vendosa të reagoj. Nuk ka patur gjë mes nesh, u shpreh Adheu. Deklarata e tij ka sjellë reagime të shumta në rrjet, ndërsa fansat ndahen mes atyre që besojnë versionin e Adheut dhe atyre që dyshojnë se historia nuk është thënë e gjitha. A është kjo thjesht një keqkuptim apo ka ende detaje të pathëna?